Bloomberg, presidenti Trump po shqyrton mundësinë e daljes nga marrëveshja tregtare SBA-Kanada-Meksik. Presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump po shqyrton mundësinë e tërheqjes nga marrëveshja e tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut, USMCA, e cila sjell më shumë pasigurinë në negociatat me Kanadën, Meksikën, raporton Bloomberg. Sipas Bloomberg, një dalje eventuale e Shtetit Bashkuara nga kjo marrëveshje mund shkaktojë një tronditje të menjëhershme ekonomike, të rrisë tarifat për eksportet meksikane dhe kanadeze dhe të prish integrimin e furnizimit që ka zgjatur për më shumë se 3 dekada. Marrëveshja mbulon mallra dhe shërbime me vlerë rreth $2 trilion dhe është një lidhje kyçe tregtare për Shtetet e Bashkuara me fqinjët e saj. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë theksuan se presidenti po kërkon zgjidhjen më të mirë për popullin amerikan ndërsa negociatat vazhdojnë. Negociatorët nga Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksika po shqyrtojnë aktualisht riqikimin e marrëveshjes përpara një zgjatje të mundshme me një korrik. Trump tashmë ka ushtruar presion mbi Otavën dhe Meksikon duke kërkuar lëshime shtesë tregtare si dhe duke adresuar çështjet e migracionit, luftës kundër narkotikëve dhe mbrojtjes. Trump më parë quajti marrëveshjen të rëndësishme, por në momentin ai mbati një vëzhgim mundësinë e negociatave dypalqe me Kanadën dhe Meksikën, duke theksuar se dëshirojnë që të dy vendet përparojnë ndërsa Shtetet e Bashkuara mos varen nga produktet e tyre.